Ideja e këtij formati që sapo e nisëm me Violën ishte që ne do të përmendim një fjalë dhe ti shkurtimisht do thuash sintezën tënde të kësaj ideje. Viola e nisi me dashurinë, unë do ta vazhdoj me tabun. Tabuja është ajo gjë që njerëzit nuk në asnjë moment nuk duan që të ndodhi. Kanë atë skemën e vet në kokë dhe ai thotë nuk është e papranueshme për shumicën e njerëzve, patjetër. Po vazhdoj me edukimin. Edukimi. Unë gjithmonë kur flas për edukimin them prindër zhvishuni nga hipokrizia juaj, sepse ju çfarë keni bërë në të rinjt tuaj, çfarë keni menduar kur keni qenë fëmijë dhe mos harroni asnjëherë këtë gjë. Sa më të sinqert jeni ju me fëmijët, sidomos me adoleshentët që kohët e fundit ka pas shumë probleme, sa më të sinqert jemi më fëmijët mirë do bëjnë. Me 3 fjalë, gruaja shqiptare. E bukur. E fort, por jo aq sa duhet për të marrë vendime dhe gjithmonë do që të ketë atë burrin mbi veten e vet dhe të pranoj më parë një burr se sa një grua nën veten e vet. Por është dhe frymëzuese pasaj për burrin. E vazhdoj me lirin. Çfarë mendoj për lirin? Për lirin me të drejtën mendoj një fush të hapur, ku vërtitem, ku rrotullohem me krahët e hapur. Lumturi nuk ka gjë më të bukur se sa të ndihesh e lirë, po e lirë me këmbën në tokë. Pra liria e ka vlerën e vet kur ti ke përgjegjësi. S'ka liri kur ti s'ka asnjë lloj përgjegjësie. Të fitosh lirin me një partner në krah, me fëmijë, me njerëz rreth e qark, me përgjegjësi pune, mishe të gjitha, atëre bukuria është e lirisë. Shpresa me 3 fjalë. Shpresa më tepër për mua ka lidhje me momentet e fundit. Shpresoj shumë të kem 2 sy që më ngulen thellë me dashuri, një dorë të ngrohtë mbi dorën time dhe një tunel që më çon drejt dritës. Ishte shumë e bukur. Fuqia. Fuqia shpirtërore mendoj se ja kalon edhe fuqisë fizike, nuk është fare patetike, por mendoj se një shoqëri e vërtet emancipohet nga fuqia shpirtërore e njeriut. Kujtimi. Mos u bëni asnjëherë penge kujtimeve. Kujtimet le të na frymëzojnë për jetën tonë, më të bukur, edhe pas kujtimit. Dhe e fundit, ndryshimi. Era e ndryshimit. Më kujtues Scorpionsat. The Wind of Change. Ai shumë pëlqen ajo këngë. Unë asnjëherë nuk besoj që do pajtohem me monotoninë, do jem gjithmonë ndryshim, do jem gjithmonë për krah të rinjve, do jem asnjëherë s'do shaj brezin. Edhe asnjëherë ndryshimi s'do ta quaj të keq, ndryshimi është gjithmonë për mirë, era ndryshimeve do na vi se s'bën dhe lum kush është i hapur ndaj erës së ndryshimeve dhe ti heqi ato kopsat që tham, ato gravatën. Ne vajzave ju vajzave do ju duket edhe gjoksi mbas edhe neve. Po burrat le të zirin gjoksin e tyre. Nuk ka më bukur se të zhvishemi përpara erës së ndryshimeve.